Mirë mbrëma, lufta në Ukrainë është në vitin e 4 të saj, neve herë flasim për tarifat e Trumpit, pastaj flasim për luftën në Ukrainë. Si një luftë e cila në një farë mënyre po ndikon të paktën rendin evropian, patjetër është edhe më larg, kështu po ne po flasim për Europën që na intereson. Është një luftë e cila po e detyron Europën që të bëjë një riarmatosje të saj dhe është një luftë e cila padyshim na prek edhe ne tërthorat, pavarësisht se nuk ka alarmizëm, por fakti që po hapen rishtas fabrikat e prodhimit të armatimit tregon që në një farë mënyre neve po fillojmë ta ndjejmë erën e barutit. Si është situata në Ukrainë? Unë kam të ftuar këtu një person i cili e ka ndjekur nga afër luftën në Ukrainë, por do flasim edhe për çfarë detyrash i dalin shtetit shqiptar, popullit shqiptar, për të përballuar një agresion të mundshëm, si vis pacem parabellum. Nëse do paqen, përgatit luftën, thonin romakët. Është një aksion e cila ka mbetur edhe sot e kësaj dite. Për të diskutuar e kësaj, unë kam të ftuar në studio zotin Sami Neziri, kolonel në pension, i tërhequr. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma. Atëherë, do të flisnim pak për luftën në Ukrainë. Si është situata aktuale? Amerikanët kanë tërhequr një lloj mbështetje, paktën atë të çuarjes së armative, megjithatë Ukraina po reziston, çuditërisht. Situata aktuale ka kohë në fakt, që është pak, si të thuash, nuk ka përparim nga asnjëra palë. Ka lëvizje të vogla, taktike, ne në gjuhën tonë i themi profesionale, suksese taktike, më shumë se sa avancim të trupa për të qoftë nga Ukraina për shliruar territori, por qoftë edhe nga Rusia për ta pushtuar siç e kishte objektivin e vet. Kështu që në një farë mënyrë është një situatë që është pak a shumë e pandërshueshme prej një luftë ngërë që mund të quhet. Po, disa kohësh. Ne në gjuhën profesionale e quajmë pikën kulmore kur njëra nga palët ndërluftuese arrin pikën ku nuk është më në gjendje që të mësoj ose të mbrohet. Në një farë mënyrë të dy palët duket sikur e kanë arritur këtë pikën dhe janë, si thuash, janë mësuar tani me këtë lloj situate dhe thjesht mbajnë këtë situatë, bëjnë përparime të vogla. Sa i përket mbështetjes, është e vërtetë ajo që Shtetet e Bashkuara me administratën e re janë tërhequr disi. Qoftë edhe si mbështetje politike, por më kryesorja është edhe mbështetja në terren me armatime dhe me financa. Duhet të presim edhe pak kohë se si që të kthjellohen ujërat, se si do vazhdoj. Sepse flitet që ukrainasi të 2-3 muaj janë në gjendje të rezistojnë me resurset që kanë, pa pasur nevojë për ndihmën amerikane. Shiko, Ukraina nuk është se është plotësisht e varur nga ndihma amerikane. Prodhon vetë, ka një industri kooperuese me disa shtete, me Danimarkën, me Gjermaninë. Tashmë kanë filluar prodhojnë edhe raketat e tyre. Po, kanë investime dhe është industria e përbashkët. Në fjalë, supozojmë nëse Danimarka do që të prodhojë një armatim të caktuar, tani e zhvendosur në Ukrainë dhe prodhon edhe për veten, edhe për Ukrainën. Ndërkohë Ukraina ka edhe vetë industrinë e saj ushtarake, ka patur që më përpara që në kohën e Bashkimit Sovjetik. Ka qenë fuqia 22 ushtarake përpara fillimit të luftës në rankingun botror. Aktualisht konsiderohet fuqia 6 në botë, pra me fillimin mbas luftës. Sepse i ka përforcuar pozitat. I ka rezistuar fuqisë së dytë që ne e konsideronim në botë. Dhe sipas statistikave mendohet që është e 6-ta. Si fuqi botërore, ushtarake, dhe diku e 8-ta nga buxheti në botë. Ka patur
thash edhe më përpara industri ushtarake, ashtu si gjithë shtetet e tjera pati kaluar në gjendje si thua të fjetur, industria ushtarake, si në gjithë Evropën, paka shumë, sepse Kush e mendonte që do kishte? Po, unë mendova që kur erdhi paqja më në fund, njerëzit popujt po merren vesh, politikanët po merren vesh, dhe tani kanë aktivizuar. Natyrisht ato kanë resurse, kanë prodhojnë raketa, tani kanë prodhuar dhe raketën me rrezet të largët veprimi, e aftë që të godas objektiva deri në Moskë. Para 2-3 ditësh kanë nxjerrë prodhimin e parë të obuzit 155 mm, është artilleri. Ajo që ata janë në krizë të madhe dhe kërkonin. Po, është artilleri vetë lëvizse, në fjalë. Sepse artillerit janë me tërheqje dhe vetë lëvizse. Kjo është ato që janë të montuar mbi kamion të mëdhenj. Po, këto janë quhen vetë lëvizse. Dhe natyrisht këto janë më të sofistikuara sepse operohen më lehtë edhe lëvizin më shpejt. Dhe në luftën e sotme ku ta diktojnë me njëherë pozicionin dhe të nisin dronët, janë më të përshtatshme për të lëvizur. Po kështu, Ukraina sot konsiderohet që ka flotën më të madhe të dronëve në botë. 1,5 milion prodhon, mendohet që do shkojë deri në 4 milion. Absolutisht. Unë flas gjithmonë me shifrat që marr nga shtypi, juve ndoshta jeni më i Po, unë kam punuar në Ukrainë rreth 4 vjet e gjysmë. Në çfarë periudhe? Nga 2018 deri në fillimin e luftës. Në çfarë pozicioni ishit aty? Kam qenë në misionin OSBE-s, në pikërisht për monitorimin e konfliktit në Donbas, po. Ajo që ishte edhe shkaku i fillimit të teorik. Po, misioni special i OSBE-s ishte për të monitoruar zbatimin e marrëveshjes Minsk 2. Sepse kemi 2 marrëveshje, Minsk 1 dhe Minsk 2. Po. Nga konflikti i 2014 dhe 2015. Dhe natyrisht ishte një mandat i kufizuar, pra ishte thjesht brenda kuadrit të monitorimit të marrëveshjes, dhe njëkohësisht bënte të mundur edhe dialogun mes palëve. Pra kishte një format, quhej formati 3 palësh, ku ishin 2 republikat vetë shpallura, Donetsku dhe Lugansk. E vetë shpallura dhe Ukraina mblidheshin në her pas here për të diskutuar dhe me ndërmjetësimin e OSBE-s. Natyrisht OSBE-ja, misioni special që ishte, ndërmjetësonte bisedime. Dhe kjo ishte për zgjidhur problematikat e ditës më shumë se sa për zgjidhur konfliktin. Pra, sepse kishte probleme nga më të ndryshme në terren, sepse ishte ndarë pjesë e terrenit, njerëzit ishin ndarë në 2 pjesë, rrugët ishin shkatruar që lidhnin 2 anët, hekurullat gjitha, njerëzit që merrin pensione në krahun, që kishin ngel në krahun tjetër, pensionet e merrin në Ukrainë. Por mirë, do t'ju pyet diçka. Flitet që Putini e filloi ofensivën për shkak sepse ushtria ukrainase po përgatitej të shpërthente një ofensiv për pushtimin e këtyre 2 republikave. Ka fakte për këta? Një ndër arsyet që nxjerrin rusët thonë që bëhet fjalë për një ofensiv që do ishte e përgjashme kundër republikave separatiste. Është vërtetuar, sepse misioni special i monitorimit i OSBE-s ishte një mision që funksiononte 24 orë në 24, pa ndërprerje. U vërtetua dislokim trupash dhe armatimin në këtë periudhë? Nga ana Ukrainës? Nga ana Ukrainës. Nuk kishte. Dhe kjo nuk rezulton e vërtet. Ndërkohë nga ana tjetër, diku që në pranverën e 2021-shit, në kufit e Rusis pati një grumullim forcas, pikërisht ato forca që kaluan në agresion. 180.000 që grumbulluan në Bielorusi. Po, afërsisht, sepse me anë të satelitëve, thjesht mund të llogaritej numri nëpërmjet çadrave që ishin të ngritura, sepse njerëzit natyrisht nuk mund të nëmbrohen dot, dhe prafërsisht mendoj që ishin diku te 160.000 trupa, llogarit dhe 20.000 trupa që mbetën mbas stërvitjes në Bielorusi. Dhe sepse nëse e mbani mend në fillim të agresionit, mendimi ishte që Rusia do ta pushtonte për 3 ditë Kievin.
Po, mendoj që do binte qeveria. Po, dhe drejtimi më i afërt ishte pikërisht nga Bielorusia. Dhe ata u ofruan me trupa parashutiste, gati morën edhe Hostomelin. Por nuk u provua, pra paktën nuk ka asnjë lloj prove që Ukraina kishte një qëllim të tillë, absolutisht. Ishte përkundrazi, unë nga që kam qenë atje, e njoh shumë mirë situatën, mbaj mend që edhe kur shërbimet sekrete, britanike, amerikane dhe të Estonisë, deklaruan hapur, është hera parë që bëjnë një deklaratë të tillë, që do kishte një sulm rus ndaj Ukrainës, në Ukrainë, gjithë leadershipi politik mundohej që të ruante qetësinë, mos krijonte panik në popull. E di, pati edhe një deklaratë Zelenski 2 ditë përpara që tha ç'është ky. Po, natyrisht. Ai nuk është se nuk i besonte dhe nuk e dinte. Çështja ishte që nuk donin të krijonin panik në popull. Dhe natyrisht që përgatitet ishin. Ne shikonim të paktën një vit përpara agresionit në frontin, në vijën e ngrirë të frontit, në lindje, pati një... Në Donbas. Në Donbas, po. Pati një farë pauze. Me fjalë, nuk kishte më shkëmbim, kishte shkëmbim zjarri, sepse kishte çdo ditë. Shkëmbim zjarri, nuk kishte lëvizje, por njerëz vriteshin çdo ditë, plagoseshin. Dhe vitin e fundit pati një pauzë, pati një rënje. Ne bënim këto krahasimet, kur bënim raportet dhe analizat, shikonim edhe trendin si kishte qenë. Dhe pati një rënje, dhe kjo ishte një, si thuar, ishte një qetësi para shtuhisë. Dhe ajo që duke ishte pikërisht, ishte grumullimi i forcave në krahun tjetër nga Rusia, që pretendonte që ishin për stërvitje. Në fakt ato ishin marrë nga lindja, nga armata e lindjes, dhe ishin zhvendosur. Natyrisht ushtarëve nuk u ishte thënë asgjë. Ushtarët edhe ditën e sulmit nuk kanë ditë asgjë se çfarë po bënin. Po, shumë nga intervistat që janë marrë më vonë, ata pretendojnë që nuk e dinin edhe që kishin hyrë në territorin Ukrainës, në kolonat e tyre. Njëri drejtimi ishte thënë, drejtimi të Veriut ishte thënë që do hymë për një stërvitje. Po. Edhe ato mendonin që ishte stërvitje, dhe kur ranë në zjarrin e trupave të Ukrainës dhe po vriteshin, atëherë tha që është kjo stërvitje. Edhe kjo tregon një farë mënyre, është thënë edhe në atë kohë, në fakt, është thënë që Rusia e mori shumë lehtë. Po, mendoj që do të binte me njëherë. Mendoj që do ishte e njëjta situatë si me Gjeorgjinë, që thjesht do bënte një parakalim trupash edhe. Po. Më fal, do doja të dija kjo luftë e cila tashmë po bëhet 4 vjetë, avash, 3 vjetë e gjysmë, ka hyrë në vitin e 4. Tregoj një dobësi të ushtrisë ruse. Absolutisht. Askush nuk e mendonte që do ngeste në batak dhe absolutisht. Fuqia numër 2 në botë do gëzoi kur merrte një fshat me 2000 banorë. Absolutisht, është vërtet. Konsiderohej fuqia e dytë në botë, fuqia e dytë ushtarake. Arsyet duhen kërkuar tek mënyra se si është menaxhuar. Duhet të kemi parasysh që presidenti i Rusisë tani po bën rreth 25 vjet që është në pushtet. Në atë kohë kishte rreth 20 vjet, 22 vjet. Dhe radikalizimi i tij, politikës tij ndaj fqinjeve nuk ka ardhur për një herë, ka ardhur gradualisht. Fillimisht ka qenë i moderuar, ka patur marrëdhënie tentoi të mbyllte gjithë problemet kufitare. Konstante edhe me NATO-n edhe me fqinjet, dhe në mënyrë graduale, duke filluar nga konferenca e sigurisë në Münih në 2007, aty ka filluar pika e kthesës. Dhe duke mos i besuar shumë njerëzve, ai grumulloi rreth tij kryesisht njerëz që ishin marrë, pra njerëz shumë të afërt tij në politikë, i vendosin në pozicione kyçe dhe gjërat që duhet diskutoheshin të zëmë në qeveri, ai diskuton pikërisht me këtë stafin e ngushtë. Po. Dhe arritën në një pikë që
edhe kjo është karakteristike e regjimeve të tilla, njerëzit që e rrethonin i thoshin ato që ai donte të dëgjonte. Siç na ndodhi ne me tuzimin që Dhe është rreth. natyrisht ato i thoshin që Ukrainën e marrin për 3 ditë. Sa të na bëj rruga, bile do na presin edhe me lule njerëzit, sepse mezi presin të çlirohen. Dhe kështu që pati masa aq sa që unë nga ana profesionale jam tërësisht me fjalë mendoj që unë nuk mendoja që do ishte në një shkallë të tillë, pra do shkonte në një agresion në shkallë të gjerë pa përgatitje. Shko, edhe të një front i tillë ku ishte rreth 4000 kilometra, ata sulmojnë vetëm me 100 afërsisht 1700. Po 1200 është aktualisht, domethënë. 1700 kilometra, ata sulmosh me 180.000 trupa, 160.000 trupa. Po, pra, kjo ishte profesionalisht është e pa, domethënë, ja kishin mbushur mendjen që aty do na presin me lule, është thjesht një shëtitje, siç e menduan italianët në Shqipëri, meqense jemi edhe në sapo festuan pushtimin italian. Po. Realisht kur dolën këto njoftimet në shtyp të shërbimeve inteligjente amerikane dhe britanike që do sulmoj, nga pikpamja profesionale ishte pikërisht kjo që na duke e pamundur që me 180.000 trupa të pushtonte Ukrainën, pra dhe sikur Ukraina të dorëzohej, ishte e vështirë të administrohej një 600.000 km2. Një territor aq i madh me aq pak trupa. Kështu që nga pikpamja profesionale realisht unë jam zhgënjur nga mënyra se si ato kanë vepruar. Do të thënë edhe si trup policore ishte e pakët. Absolutisht, sepse kur hyn pushton një territor, një shtet, ti rrëzon rendin që është. Dhe një nga detyrat që ka ushtria që pushton është të ngrej, të vendosë rendin e ri, pra të kryej ato funksionet që ka shteti. Kështu që këto nuk mjaftonin as për atë punë, me fjalë. Mbaj mend një general italian që thoshte neve kur hym në Kosovë ishim rreth 500-600.000 trupa për një territor vetëm 10.000 km2 me një fuqi si ajo serbe e cila ishte shumë e vogël, sepse kërkoi administrimi i trupave. Domethënë, mendonim, thoshte që do na duheshin në rast të një konflikti 500-600.000 ushtarë në terren. Ndërkohë që në gjithë atë Ukrainë këta u futën me 180.000 veta. Megjithatë është një gafe madhe e trupës planifikuese ruse, apo jo? Absolutisht dhe është një... Që ky Gerasimovi me atë doktrinën e tij mbaj si një gjeni. Por nuk është vetëm Gerasimovi, sepse ai realisht është një nga profesionistët, por çështja është sistemi që është ngritur, është sistem, nuk është sepse, siç thash, me fjalë, nuk është e lidhur vetëm është edhe me motivimin. Një ushtri që nuk ka një motiv, sepse kur u kuptuan që kishin sulmuar Ukrainën, një pjesë e mirë e ushtrisë, nuk e pranonin dot, me fjalë. Sepse po ti shikosh ata kanë popullsi të ndërsjella, të tyre, kanë marrëdhënie shumë të afërta, kanë patur marrëdhënie shumë të afërta. Llogariteshin rreth 3 milion ukrainas që jetonin për arsye biznesi apo shkollimi apo puna të ndryshme në Rusi dhe kishte po kaq një numër të tillë rusësh që në Ukrainë. Pra ishte një shok psikologjik. Absolutisht, pra edhe ushtria dhe forcat armatose duhet të kenë një motiv. Është njësoj si në 97 në vendin tonë, që ndodhi, ju e keni parasysh. Po. Shumë njerëz fajsojnë forcat e armatosura. Forcat e armatosura nuk kanë faj. Nuk janë forcë policeske. Nuk janë forcë policore, nuk janë forcë për të përdorur për qëllime politike të brendshme. Është një forcë që është ngritur për të mbrojtur vendin, janë edukuar gjithë jetën me atë. Dhe kur i thua që ti do përdorësh për një qëllim të brendshëm politik, natyrisht që veprimi më normal që mund bëjnë është të abstenojnë. Dhe atë bëri ushtria, pavarësisht se... Po. Jo më thotë shumë vende e kanë të ndaluar përdorimin e ushtrisë në politikën e brendshme. Amerikanët, për shembull, kanë ligje që e rregullojnë këtë, por ne vinim nga një përvojë e kaluar që ne kishim kategorikisht të ndaluar.
Pra, ne ishim Amerikanët edukuar. mund përdorin gardën kombëtare, po jo trupat e rregullta brenda territorit amerikan. Po, natyrisht, garda ka jurisdiksionin e veprimit brenda territorit të shtetit përkatës. Dhe pastaj me lejet posaçme kalojnë edhe në shtetet tjera. Shteteve amerikane. Po, unë kam punuar edhe në Shtetet e Bashkuara një kohë, në Komandën Qendrore Amerikane dhe në kohë emergjencësh civile, atje kryesisht ishte periudha e hurikeneve, dhe evakuoshin popullsi me miliona njerëz, aty ku parashikohej kalimi i hurikenit, dhe evakuoi popullsia, dhe natyrisht garda e Floridas merrej pikërisht me këtë organizimin e evakuimit, dhe vinte pastaj garda e New Jersey-t hynte për të marrë në ruajtje objekte pasurinë publike edhe private. E kuptoj. Doja të dija për sa i përket kësaj lufte, e cila më duket se i ndryshoi pak konceptet e luftës. Pra, nuk jemi më me atë luftën ku ti e ke asimetrike, 5 taliban me shapka. Po. Ndërsa tashti ke 2 ushtri të mirë armatosura, të mirë trajnuara. Absolutisht, është lufta e parë mbas luftës së dytë botërore, mbas luftës së Koreas. Po. Mos saktësisht, është lufta e parë me front të rregullt. Pra, ose edhe lufta e parë në Evropë, në fjalë e tillë. Po. Për fatin tonë të mirë, Evropa ka qenë në qetësi deri ka ekzistuar lufta e ftohtë, por nuk ka patur luftë. Por kjo është një ndërthurje, në fakt, e luftës moderne me luftën klasike. Duke ju referuar mënyrës se si është vepruar në terren, por edhe humbjeve dhe mënyrës që janë përdorur njerëzit, mund përmend vetëm inkursionin e Kurskut, që bën ukrainasit. Ishte një veprim shumë i zgjuar, sepse u dha kohë, shfrytëzua një dobësi në mbrojtjen e kundërshtarit. Kape një territor, pra atë që mendohej i papushtueshëm. Dhe Rusia bëri ç'është e mundur, përdori fuqi njerëzore. Me fjalë, aty pa frikë, minimalisht, mund të dilin jashtë luftimit rreth 1000 ushtarë rusë në ditë. Pra, u përdorën, si të themi, mish për top. Pra, fronti lëvizte si luftën e dytë botërore që ishin njerëzit, jo armatimi. Pra që edhe shkonin deri në kacapytjet, se mbaronin edhe fishekët në luftën e dytë botërore. Pra, pak a shumë është një ndërthurje e luftës klasike me luftën moderne, sepse kemi gjithë këto elementet e luftës kibernetike, dronëve, përdorimit të dronëve. Ukraina tani ka filluar të përdor edhe robotët, pra për të kursyer jetën njerëzore, jetë njerëzisht të ushtarëve të saj, ka ecur shumë përpara me teknologjinë e robotëve që luftojnë në front. Janë, si thuaç, makina, kanë të montuar armatim të lehtë dhe komandohen në distancë, janë shumë rezistente, janë të blinduar natyrisht, armatimi mbrohet, është i blinduar, janë shumë rezistente, janë jo shumë të mëdha, nuk japin shumë figurë për t'i goditur, dhe kanë patur sukses. Ky është suksesi i dytë mbas dronëve. Sepse fillimisht ne kujtojmë që dronët shkaktuan një panik shumë të madh në radhët e ushtrisë ruse. Dhe vazhdojnë. Aq sa arritën, tani ka dhe dilema edhe për ligjet që rregullojnë robërit, kapjen e robëve, trajtimin e tyre, dhe tani ushtarët rusi dorëzoheshin dronit. Është e paparashikuar nga Konventa e Gjeneves, sepse Konventa e Gjeneves thotë që një ushtar kundërshtar kur hedh armën dorëzohet, duhet ta marrësh rob. Por në këtë rast si do e marrësh rob, sepse është një dron që komandohet me kilometra larg, me 10 kilometra larg. Dhe çfarë do bësh? Do azgjësosh, do e lësh lirë? Kjo është dilema. Pra, kjo është një luftë që ka nxjerrë shumë gjëra të reja, ka qenë një ndërthurje e modernizmit, luftës moderne, me luftën klasike. Luftohet për një pllën tokë, siç ka qenë luftën e dytë botërore apo në luftën e Koreas.
Është frika që ushtria ukrainase mund të kolapsohet. Të paktën disa analiste përmendin dhe rusët thonë nuk çajnë frontin sepse nuk duan që të kolapsohet ushtria ukrainase dhe qeveria ukrainase sepse pastaj nuk do kenë një interlokutor përballë. E vërtetë është kjo? Nuk besoj. Nuk besoj sepse unë dëgjoj shpesh që shumë njerëz, për fat keq dëgjoj edhe nga profesionistë. Flas të profesionit tim, po, neve nuk na lejohet që të rrëshqasim të zëmë në fantazira. Shqiptarët, jo vetëm shqiptarë, po shikoj që në botë shumë veta janë bërë analizë ushtarak, harrojnë që ky është një profesion më vete që kërkon 4 deri në 8 vjet shkollë, specializime e tjera. Dhe e kisha fjalën te kjo që e dëgjoj shpesh që thonë që Rusia nuk don, se po të doj, me fjalë leve poshtë. Natyrisht, si do të donte një shtet të turprohej ushtarakisht, siç është turpruar Rusia sot. Po thonë që nuk e ka hedhur gjithë potencën e saj. Absolutisht. Të vetme gjë që nuk ka përdorur ushtria ruse është arsenali bërthamor, bakteriologjik dhe kimik. Dhe natyrisht që ka dhe forcën ajrore që është përdorur më pak. Për arsye, tani nuk ka më inkursion ajrore në brenda territorit Ukrainës. Ka në territorin e Ukrainës, por në territorin e pushtuar. Arsyeja është mbrojtja kunajrore e Ukrainës është shumë efikase për arsye të raketave që është mbështetur nga perëndimi, nga vendet perëndimore. Dhe ka patur një numër të madh avionësh të rrëzuar. Kështu që Rusia nuk i ka angazhuar më këto dhe përdor më shumë dronë se sa avionët dhe pra e kisha fjalën te kjo që është më shumë i papërdorur forcë ajrore dhe arsenali i armëve të shkatrimit masë. Sa i përket armatimit tjetër, ne gjithë jemi dëshmitar, e dim që Rusia u detyruar të merrte të blente jo vetëm armatim të lehtë, por edhe raketa nga Irani dhe Korea e Veriut. Po. Që do të thotë stoqet që ka patur kanë shkuar drejt fundit. Dhe prodhimi vendas nuk arrin të mbuloj atë që kërkon fronti. Po. Kjo është arsyeja dhe do jetë në gjendje ushtria ukrainase të rimarrë territoret. Kjo pastaj është e debatueshme sepse është shumë vështirë sepse minimalisht dikur thonë që është 1-3, po ende thonë që duhet 1-2 raporti forcave. Jo, më shumë. Do me thëmë forca sulmuese duhet të jetë 2 deri në 3 herë më e madhe sa e mbrojtja. Duhet të jetë mbi 1-3. Pra, mundësisht 1-4, 1-5. Sepse duhet patjetër të kesh e përsi. Të kesh e përsi. Ajo nuk është vetëm ajo ana numerike, ajo po ka të bëjë edhe me moralin e trupit, ka të bëjë me fjalë, ju keni parasysh, një turm. Po, është më e rrezikshme se 2 veta. Dhe natyrisht që duhet, po këto janë ligjet e luftës. Në ligjet e luftës nuk mund të hamendësosh. Do zbatosh ligjet e luftës. Është shkencë si gjitha. Ishte një nga gafat që bën ushtria ukrainase që bëri me ofensivën e saj të 2023-shit, ndoshta në presionin politik të perëndimit, duke sulmuar gati në raportin 1-1. Shiko, ajo që arsyeja pse dështoi është se ushtria ruse u fortifikua dhe vendosi mina. Pra, natyrisht që ato kanë marrë gjithë arsenalin që ka patur Bashkimi Sovjetik. Dhe kanë mina nga më të ndryshmet, mina kundër kryesurisë, mina kundër tanke, mina kundër kryesurisë jo të thjeshta, siç kemi pas vetëm ne që ishin me shkelje, por edhe akustike, edhe po magnetike. Po, dhe këto duke kuptuar që nuk ishin gjendje më të përparonin, u fortifikuan aty ku ishin, vendosën fushat minuara përpara dhe shumë vështirë
Dhe Ukraina besoj se këtu ishte gjithë problemi i saj. Fjalë, është shumë vështirë të ecësh në fushë minuar. Në qartë. Fjalë, të bësh një çminim, të hapësh shtigje. Por ke parasysh se ai forcat që kanë vendosur një fushë minuar përpara janë shumë komod dhe ato e mbrojnë edhe me zjarr. Po, një shteg është më i kollaj Absolutisht. Për tu mbuluar me zjarr. Kolonel, vim pak ndej nga fshati jon. Lufta, kjo luftë, çfarë nxjerr si detyrë neve? Arritëm në një pikë që përfunduam vetëm në 2 batalione dhe tashti ndoshta industrinë ushtarake që kishim pothuajse e azgjësuam, tash po lind nevoja që të ribëhet edhe një herë në këtë panoramë të re. Cilët janë armiqtë tanë kur edhe NATO apo dobësohet, edhe nuk është më ajo që neve e mendojmë që sa të na ngacmonte dikush, mbas 2 orësh do ja behnin miqtë tanë. E thonë që të gjithë këtë. Unë ndoshta juve edhe keni një pozicion të tillë që duhet të lëvizni me këpucë prej plumbi, por ç'a nevoje është që të blejmë edhe si miq për ata të tjerë, se edhe kur shkon të rrihesh me dikën, një mik i dobët më shumë të prish punë se sa të rregullon punë. Fakti është që jo vetëm ne, po gjithë Evropa, po të shikoni, mbas luftës së ftohtë pati një shkrehje. Totale. Që të gjithë, dhe italianët, madje edhe armatimet që ju shuan Ukrainat dhe janë 30-40 vjetë të vjetra. Po, mund të përmend për shembull edhe ato që dërgoi Gjermania, për shembull Gepardi është prodhimi i viteve 60. Leopardi. Gepardi, jo Leopard. Gepardi është platformë tanku, ka të montuar armë kunajrore. Dhe janë përdorur me sukses në Ukrainë ndaj dronëve. Sepse tani ka lindur problemi i mbrojtjes ndaj dronëve. Pra nuk mund shpenzosh një raketë të shtrenjtë të zon Patriot, ku në një droni që kushton $500. Dhe një raketë kushton me miliona $. Plus që është një objektiv shumë i vogël dhe kështu që pati një shkrehje, si thua, në të gjithë Evropën perëndimore. U mendua nuk do kishte më luftë, industria ushtarake, po të shikosh edhe këto vendet që ishin tradicionale, që prodhonin, patën shumë të vështirë të ringranoheshin, edhe një herë për të filluar prodhimin. Kështu që në këtë kuadër besoj edhe ne nuk bëm përjashtim. Ajo që ne bëm, edhe që besoj nuk ishte gjë e mirë, ne duhet t'i ruanim kapacitetet. Sa do të vjetra që t'ishin, kam parasysh tankët. Ne kishim tankët të 59, të 62. Dhe po të kemi parasysh sot luftën në Ukrainë, Rusi. Rusia ka futur në luftë, i erdhi radha që të futej të 54. Ne kishim të 59, një model më i përmirësuar i 54-s, dhe Rusia kishte ruajtur, pra nuk e kishte bërë skrap. Dhe kështu ndodh me gjitha shtetet. Pra një armatim, nuk mund thua që është një armatim mund të jetë jo bashkohor, po armatimi është armatim. Ngelet ai që është, mund ta modernizosh, gryqet e artillerisë ato janë, mund të modernizosh sistemin e drejtimit, zjarrit, tankut mund të modernizosh sistemin e drejtimit, sistemin e komunikimit, mund të shtosh palete për mbrojtje, për shembull ka plot shembuj, mbrojtja reaktive që po, ka plot shembuj që i kanë modernizuar. Kështu që edhe shkrirja e artillerisë mua më dukve se nuk ishte koston. Të gjitha pra, ne kemi nxjerr nga armatimi në 2007-ën, të gjithë çfarë kishim kapacitetet tona që kishim. Në 2007 janë nxjerr brenda një dite me një urdhër. Dhe pastaj gradualisht ata janë bërë për scrap. Pra mbase ky është tani është një mësim i nxjerr por është i vonë.
duhet ishin ruajtur. Nuk, pra është si puna... Sepse nuk është se do ndeshëshim me Amerikën ose me Rusin, me këta fëmijë tanë që absolutisht, edhe këta si puna jonë janë. Por ajo ka dhe atë efektin e parandalimit. Deterenca. Po, sepse një kundërshtar potencial, që mund të ketë një qëllim të caktuar, kur e di që ti ke diçka, do mendohet, natyrisht. Kjo është njëra anë. Ana tjetër, pastaj me pranimin në NATO, dhe ky është një koncept që ndeshej, besoj tani njerëzit do kenë filluar të nëshojnë, por ndeshej shumë shpesh edhe unë kam pas dhënë një cikël leksionesh në atë kohë në pragun e pranimit në NATO, një cikël leksionesh në universitetet publike, në Durrës, në Elbasan, në Korçë, Shkodër, rreth NATO-s. Pra, kjo ishte në kuadrin e familjarizimit me NATO, që është NATO-ja. Dhe çuditërisht njerëzit e perceptonin NATO-n si një send ose një ushtri që është gati, është diku në një gazer, dhe sa herë ti bish telefonit ti, vjen me herë aty dhe të zgjidh problemin. NATO është kontribut shtetësh. Nuk ka asetet të vetat, nuk është një mekanizëm që ka asetet e veta dhe... Pra nuk është një ushtri që rinë gazerma në gjendje gatashmërie dhe kur bie... Jo. Kanë më duhet ajo forca e reagimit të shpejt? Tani janë kryuar, këto janë... Po gjithsesi dhe ajo nuk është e mjaftueshme. Jo, tani janë kryuar mbas agresionit. Pra, natyrisht janë kryuar në kufit e NATO-s tani, natyrisht që ka forca, ka prezencë. Ka dhe Shqipëria, diku. Por çështja është që NATO nuk është se reagon me njëherë me trupa masive brenda orësh. Edhe ajo do kohën e vetë mobilizimit, do në vendimarrjen së Më pare. thoshte një ekspert tjetër, sigurie Arben Çuko, edhe ish ushtarak, duhet të paktën një javë, thoshte, sa të mblidhen, bëhet vendimi politik të organizuar. Vendimarrja. Nësa trupat pastaj duhen më tepër, duhen shumë kohë. Pra, imagjinoje që do mobilizosh rezervist, sepse ushtrit bazohen të rezervist. Po. Përgjithsisht, vetëm janë disa shtete që numërohen që janë të bazuar të ushtar aktiv. Ushtar profesionist. Aktiv, po, që janë në shërbim gjithkohën. Ndërsa ushtrit kryesisht në perëndim, përjashtuar disa forca speciale, forca të gatshme që mbahen, tjerat janë rezervistë, kështu që të mobilizosh rezervistin natyrisht ka kohën e vet. Ka kohën e vet dhe duhet edhe politika e vet, që ti mbushësh mendjen një portugezi që do vite lej kockat në Shqipëri për shkak. Absolutisht. Pastaj duhet menduar stërvitja, trajnimi, pra nuk mund të se është e njëjta gjë kthehem prapë tek Rusia. Një nga problematika që ka dalë në Rusi është që Rusia mobilizon rekrut dhe i dërgon me një trajnim minimal, rreth 3 muaj në front. Tani, mendojeni një 18 vjeçar, 19 vjeçar, 20 vjeçar, që deri në atë moment nuk e dinte se çfarë ishte arma, se çfarë është taktika ose doktrina ushtarake dhe për 3 muaj i bën një përgatitje të shpejtë dhe e çon në front. Kolonel, më ka bërë përshtypje diçka në të gjithë analizat që bëjnë ushtarakët për një morë, atë që dëgjoj unë, që thonë që 6 muaj është e pamjaftueshme që ti të përgatitesh një ushtar për luftën moderne. Absolutisht. Pra, është minimalja e domosdoshme. Që thonë që nga halli mund ta hedhësh në vijën e frontit, në kohë që neve dikur doktrinat ushtarake kanë qenë ushtari mish për top. Armën, mësohet si qellohet, thepës, shqegës, kush ishte ajo dhe o burra përpara, kush arrin të llogoria tjetër të arrit të marrë fitoren. Pra, kemi një ndryshim të konceptit të luftës, i cili natyrisht që e bën shumë më të shtrenjtë ushtarin. Kosto e një ushtari që përgatitet për një vit, është kosto e madhe. Jo vetëm, do të thënë, edhe materiale, por edhe për atë çka harxhon. Pra, nuk është më një mish për top ai që dërgon. Dhe në këto kushte mendoj që NATO-ja, e cila është pikërisht organizata që bën
ka vendosur këto lloj standardesh e ka të vështirë që brenda një jave të bjerë ty trupa për të mbrojtur. Jo, absolutisht. Është e vështirë sepse mekanizmi funksionon nuk funksionon ndryshe. Pasi bëhet vendimarrje, herë duhet të aktivizohet në N5. Po. Nëse s'ka në N5, natyrisht natën nuk ndryn. Pra duhet të aktivizohet në N5. Pastaj është vendimarrja. Është vullneti. Pavarësisht sepse NATO është një organizat që bazuar në konsensus. Pastaj është gjenerimi i forcës, i trupave dhe mjeteve. Pra shtetet deklarojnë se sa do të dërgojnë. Siç po bëhet aktualisht, pra nëse që nga fillimi i marsit e këtej, disa shtete perëndimore po diskutojnë dërgimi i trupe paqëruese, nëse do kishte një marrëveshje pushimi në Ukrainë, dërgimi i trupe paqëruese në Ukrainë. Po tashti Britanisë dhe Francës, dy shtete më të militarizuara të kontinentit ju ka dalë që nuk mbledhin dot një divizion ta dërgojnë aty. Po pikërisht pra, kjo është arsyeja. Kështu që pra pas vendimarrjes është gjenerimi i forcave, i trupave. Pra shtetet deklarojnë sa do kontribuojnë. Se jo të gjitha shtetet, për shembull gjithë forcat që ka një shtet do i çojnë NATO, jo, ai do mbajë edhe për vete. Po. Për qëllim kombëtar. Rezerva strategjike. Patjetër. Kështu që ai nuk mund të ta lërë bosh vendin e vet të dërgojë. Kështu që bëhet gjenerimi i trupave, pastaj mobilizimi i tyre, pastaj do bëhet një, si thua, një trajnim i shpejtë i tyre, i shkurtër për një orë me atje ku do shkojnë. Pra do kohën e vet dhe minimalja, besoj unë, do duhen paktën 1 deri në 2 muaj. Derisa do shofish rezultatet e para në terren. Ndërkohë, një vend pa ushtri për 1-2 muaj absolutisht ta kryer punë. Po, kjo është logjika e kapaciteteve kombëtare. Pra kapacitetet kombëtare të shteteve që nuk kanë mundësi të kenë kapacitetet mëdha, është që të kenë kapacitetet të tilla të mjaftueshme që të rezistojnë derisa NATO të aktivizojë N5 dhe të reagojë me trupa konkretisht në terren. Kjo është logjika. Kolonel, unë kam të qartë që sot ti nuk mund të blesh një Abrams që kushton një $50-60 milion, në mos gaboj. Kushtojnë shumë. Se edhe s'ta japin. Jo, çështja është që ka shumë, tani duan blejnë gjithë. Po. Dhe porosit tani janë bëhet rradha për porosi. Po. Edhe kur ta japin të degraduar, do më thënë nuk të japin versionin e fundit, të japin një version bazik, siç ka ndodhur në shumë raste të shitjes së armatimit. Ose është e shtrenjtë që të marrësh skuadrile avionësh, një F-35 as që bëhet fjalë, po edhe F-16, të paktën ata që çuan në Ukrainë thonë që për çdo pilot, për çdo avion duhen minimalisht llogaritën 20 veta mbrapa, do më thënë që nga logjistika, teknika, ai shoferi kamionit që bën, pra ka një raport të tillë. Një shpenzim të tillë. Ndoshta mund të jetë edhe më i lehtë, të paktën me çka më dëgjuar unë. Në këto kushte që neve kemi pamundësi financiare të ashtu, a mund të bëhet një lloj mbrojtje më inteligjente, asimetrike? Pra, ti nuk blen dot një tank që të kundërshtosh tankun serb, por blen një Javelin që është e kollajt për tu përdorur nga një qafë mali se ku do hyrë, në luginën e Drinit do hyrë, s'ka nga hyrë tjetër. Ndoshta ka ardhur momenti që të mendohet për këtë lloj armatosje të ushtrisë shqiptare. Neve sapo na dhuruan edhe një anije, e cila ndoshta nuk e di se pse na duhet, se ne përballë kemi Italinë, një vend mik, domethënë. Gjithsesi mund të duhet për misionet e NATO-s, ndoshta. Sa i përket kapacitetet, natyrisht, kapacitetet ushtarake janë të kushtojnë. Nuk mund të mendohet tani që ne të krijojmë kapacitetet që kemi patur. Në kohën që trashëguam nga koha e komunizmit. Për hir të realitetit kanë qenë kapacitetet konsiderueshme. Ne krahasoheshim me vendet që kishim rrotull. Po. Qoftë në ajër, qoftë në tokë, qoftë në det. Kështu që është e vështirë. Është e vështirë edhe mbajtja. Edhe nëse arrin ta marrësh në një formë në një tjetër, patjetër. Është vështirë ta mbash.
Kështu që mënyra më mirë e vendeve të vogla edhe ka përvoja plot. Kurse ne jemi vetëm vendi i vogël, ka dhe vende tjera të vogla janë më të pasura se ne. Dhe bëjnë zgjidhje inteligjente, zgjidhje të zgjuara, me fjalë. Blejnë ato kapacitete që janë pikërisht për mbrojtjen, që i përshtaten karakteristikave të vendit tyre. Ka filluar, për shembull, ajo që është më e domosdoshme kapacitete është mbrojtja kundërore. Që pak a shumë çdo shtet e ka. Natyrisht ajo kushton në blerje, po pastaj nuk është se kushton shumë në mirëmbajtje. Ka të mirëmbajtjen standarde, si është do të kontrollosh parametrat, mund të bësh ndrrime, gjërat, por është më pak e kushtueshme pastaj. Ajo që përmendet edhe ju, unë nuk jam brenda, thash, unë jam i larguar që nga 2018, por jo, duke nisur dhe nga studimi luftës në Ukrainë. Jo, unë besoj që ka lëvizje pozitive, por thash është tani gjithë shtetet janë se më duket më tepër një lëvizje reaktive se sa një lëvizje mirë studiuar, për të sepse më thoshte zoti Çuko, armatimi edhe blehet, po oficeri dhe ushtari do 10 vjet të trajnohet. Ky është problemi më i madh. Sepse ne ajo që bëm, ne hoqëm shërbimin ose komponentin rezervë. Është hequr diku nga 2009. Dhe kaluam në profesionist, ushtar profesionist. Nuk thash, tani është kollaj të bësh kritikën, brava, po natyrisht që edhe atëherë ka pas zëra që nuk kanë qenë dakord. Por vendimi ishte politik, nuk ishte se u pyetën nivelet profesioniste, në fjalë. Por ajo dëmton sepse së pari është bërë një shkputje e madhe. Është shumë vështirë tani, jo përmendet edhe më përpara, që të përgatisësh një ushtar, ju thatë 6 muaj, po unë them duhet 1 vit. Po, 1 vit thonë, po nga halli bëhet. Unë kam pas rast për arsye profesionale, diku nga viti 2008, kam vizituar një qendër stërvitore në Shtetet e Bashkuara, ku po stërvitej një brigadë këmbësërie që do bënte rotacion trupash në Irak. Dhe stërvitej 1 vit. Dhe ato nuk ishin ushtar që ishin marrë nga zero. Pra ishin ushtar që kishin kulturën e përgjithshme si ushtar, por 1 vit përgatiteshin për kushtet specifike të misionit. Dhe për të shuar në një luftë ku nuk kishin një ushtri serioze përballë. Po, ishte luftë asimetrike. Natyrisht ishte e rrezikshme, por bëhej 1 vit stërvitje. Dhe arrihej deri në detaje të tilla sa që ishte pa imagjinueshme për neve tani sot. Vetë ushtari mësonte, bëhej pothuajse infermier, jepte ndihmën e parë shokut në fushën e luftimit, jepte deri dhënie gjaku. Më ka bërë përshtypje, pikërisht kjo është edhe nga lufta në Ukrainë, që e dëgjova një statistikë, nuk e di a është saktë, që 95% e ushtarëve janë, domethënë, nuk janë viktima të luftimit me armë të lehta ballë për ballë, po janë viktima të dronëve, të artillerisë, dhe problemi më i madh është ajo që e kanë në NATO, doktrina e NATO-s 1 orë. Pra, nga momenti i plagosjes, brenda 1 ore njeriu duhet të marrë ndihmën e vet mjekësore, për ndryshe konsiderohet i nxjerrë jashtë luftimit në mënyrë definitive. Absolutisht. Ndihma e parë në fushën e luftimit është ajo që përcakton, me fjalë, shkalla se si e ke të organizuar ndihmën e parë, përcakton shkallën e vdekshmërisë të ushtarëve. Sepse i pjesa më e madhe e tyre, dhe kjo rezulton nga ajo që unë e përmenda pak më parë, në Shtetet e Bashkuara ishte një nga mësimet e nxjerra, që nëse i jepej ndihma e parë direkt aty pa lëvizur, i t'jepte shoku, pra deri dhe dhënie gjaku, ishte ulur vdekshmëria 70%. Imagjinon çfarë shifër. E njerëzve shifër shumë impresionuese. Do të thënë, pak të nga 4.000 të vdekur, Amerikanët do kishin rreth, le të themi, 20.000 të vdekur. Absolutisht. Dhe kjo ka të bëj
jo vetëm me anën njerëzore, por ka të bëjë edhe me moralin e trupave. Dhe ato trupat kur e shohin që dikush kujdeset shumë për to, pra mënyra se si sillen me to, se si i mbështesin. Se si sillet shoku, se si të vjen helikopteri që të tërheqë. Absolutisht. Dhe kjo ka të bëjë me moralin e trupave. Dhe po të shikoni, për në trupat amerikane kanë qenë, mund të them, me përvojën luftimi më të madhe që mund të ekzistojë të një shteti, sot mund të them është Ukraina, por edhe me moralin më të lartë të trupave. Pavarësisht ato luftonin jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ky është një faktor që duhet marrë shumë konsiderat. Dhe prapë ato kishin moral shumë të lartë. Luftimi jashtë territorit është gërë. Kështu që edhe humbjet në njerëz, siç e përmendët edhe ju, kryesisht në çdo lloj lufte vijnë nga artilleria, nga goditjet, me fjalë artillerisë, aviacionit. Sepse ato godasin kryesisht përqendrimet e trupave. Pra, objektivi tyre, ato e kërkojnë të lloj objektivi. Kështu që vrasjet, pastaj dëmtimet në front, drejt për drejt, tani po thuaj se më shumë janë dronët. Ky në fakt ishte ushtar rus që fliste, dhe nuk e di, ndoshta ata nuk e ka statistikën e saktë, por ai thoshte pikërisht që po specializohemi në fushën e dhënies së ndihmës parë, dhe aty po përqendrohemi sepse vetëm 5% vdesin nga luftimet urbane, do me thënë nga shkëmbimi i zjarrit afër që kanë me njërin tjetrin, vdesin nga dronët, nga artilleria, nga minat, nga tanket, pra është një vdekje që ti s'e di nga të vjen. Dhe ai momenti kur të japin ndihmën e parë, dhe ukrainasit në fakt kishin shumë probleme, ju vazhdonte deri 24 orë momenti që e tërhiqin nga vija e frontit deri në bazën më të afërt ku i bëjnë ndërhyrja e parë, jo në spital. Sepse ishte shumë problem me kolonel me shtoshin ata, problemi dronëve termik dhe dronëve të ditës, ata duhet të gjuanin fashën ose të muzgut, ose të agimit, që nuk vepronin as dronët termik, dhe as dronët e shikimit ditën. Pra është bërë një luftë shumë komplekse. Sfida më madhe tani në front, ka disa kohë, në fakt, është rusët përdorin dronë me fibra optike. Dhe ky është një problem në vete, sepse nuk interceptohen, nuk arrin t'i zhurmosh. Se është fibër optike. Dhe këto tani janë në kërkim të gjetjes një zgjidhje, me fjalë. Kjo realisht është një sfidë dhe janë përballur vazhdimisht, kanë padur edhe probleme të tjera edhe me minat. Për ka pasur mina akustike që ishin të programuara, dhe tani ka hyrë edhe inteligjenca artificiale. Dhe e ka komplikuar shumë fushën e luftimit. Dhe ishin mina akustike që ishin si thuash, ishin programuar me atë kur dëgjonin, pra bënin dallimin e lëvizjes një ushtari Ukrainas me rus. Dhe aktivizohej në momentin që pikrisht kapte karakteristikat e lëvizjes hapit të ushtarit Ukrainas. Dhe kjo ka qenë diku para një viti e gjys, dhe pastaj Ukraina gjeti një zgjidhje shumë inteligjente, shumë inovative, imitonte atë zhurmën që kërkonte, edhe incizonte dhe e çonte me dronë, ulte atje dhe shpërthenin të gjitha minat nga vjeshin në... Pra, kjo tregon se sa nevojshme është përgatitja e një ushtrie që përpara. Absolutisht. Edhe unë them që Ukraina ka për sot, përvojën më të madhe të një ushtrie që është në luftë dhe që është në inovacion. Me fjalë, është vazhdimisht në kërkim diçka e tre. Ato kanë përdorur çdo gjë, deri tek motorët e avionëve të vjetër. I kanë kthyer në raketa. Po. Dhe kanë goditur. Me fjalë, çfarë nuk kanë përdorur në funksion të frontit. Janë për të admiruar, realisht. Po kjo lindë edhe një mësim për neve që nuk hidhet poshtë asnjë gjë. Absolutisht, kjo është. Dhe qoftë edhe ata mikët e vjetër, se mund të kishin për 200 raketa me ata 200 avion që kishin,
por dhe nevoja urgjente e përgatitjes së njerëzve për luftën moderne. Sepse përvoja e Ukrainës, një kom 4 herë më i vogël, ja ka dalur të frenojë një kom më të madh, është një mësim që edhe ne si kom i vogël nuk duhet të demoralizohemi në qoftë se trajnohemi mirë, bëhemi mirë, mund të jemi një forcë deterrente për çfarëdo lloj agresori, sidomos këtyre fëmijëve që kemi rreth rrotull. Po mendoj që edhe koncepti ushtrisë diku nuk ka qenë që të fitonim, ka qenë që t'i tregonim që çmimi i gjakut që do paguash nuk do ja blej pushtimin e këtij vendi. Mbrojtja ka qenë edhe në atë kohë. Doktrina ishte doktrinë mbrojtëse. Doktrinë mbrojtëse. Nuk mësymja mësohej në kuadrin e mbrojtjes. Në fjalë nuk ishte në, si thuar, qëllim në vetvete. Pra nuk do sulmoje dikë ti i pari. Pra ishte paka shumë e njëjta gjë është edhe sot. Ne nuk është se paraqes jemi edhe NATO e të njëjtën doktrinë ka. Është thjesht në mbrojtje, me fjalë nëse të cënohet. Okej. Në kufit e saj. Ushtria ruse doktrinë mbrojtëse kishte? Jo, nuk është ashtu. Pastaj ushtrit kombëtare ndryshojnë, Bashkimi Sovjetik, për shembull, ju e mbani mend që ka sulmuar Afganistanin. Po. Çekia. Dhe dështoi. Po. Çekia pastaj ka qenë edhe ajo një. Po tepër ishte një operacion policor, thosë. Po, si të thuash, ishte një inkursion që por që kishte edhe fuqinë ushtarake brenda. Natyrisht që kishte. Pra po ato dolën me tanke në Prag. Kështu që Okej, mbetet gjithsesi një doktrinë mbrojtëse apo një doktrinë mbrojtëse e zgjuar. Koner, unë ju falenderoj që ishi sot me mua. Faleminderit juve. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.